A ke ditë që kemi bërë deputete? Nuk kam ndonjë lagje specifike që unë banoj sikur gjithë qytetarë tjerë, me rrugë të prishta, me mungesë të ujit, me mungesë të rrymës. Kemi kalu orë të tëra ndoshta në kam derisa kemi shku në shkollë në përbalt pa rrugë të asfaltume. E kemi kalu atë lumë me plot rreziqe, nuk e di si kanë kalu gjithë ato gjenerata pa pas ndaj tragjedi në për situatën cilën ka kalu Kosova, në krizat cilat ka kalu Kosova, në destabilitetin që ka kalu Kosova, të shënoj shërritje në çdo palë zgjedhje. Kjo është ma shumë se vlerësim, është thjesht bekim që merr nga populli. Kështu që jam jashtëzakonisht mirënjohëse dhe mundohem me çdo kusht që ta ruaj atë besim, të jem e kujdesshme në raport me qytetarët e Republikës Kosovës dhe të jem me ta në çdo rrethon. Unë bashkëjetoj me qytetarët e Republikës Kosovës në çdo ditë. Nuk kam ndonjë lagje specifike që unë banoj sikur gjithë qytetarët tjerë, me rrugë të prishta, me mungesë të ujit, me mungesë të rrymës, ballafaqona me çdo problem që ballafaqona dhe qytetarët e vendit. Unë e di që vjen prej boksit, po qysh ka qenë që kjo periudha që me kalu me bë deputete të pas parasysh nashta çaja periudha kur ke vendosur me bë pjesë e politikës, në kush e kena pas shumë përkraje në si vend, son të kam bashkëvendosë dhe e di se qysh na shohin me atyrin kritik neve që vina prej Drenicës, e so ka qenë e vështirë me depërtu që për me bë deputete. Burim edhe motiv për gjithçka duhet jetë baza çdo gjaje duhet jetë familja. Unë fatmirësisht kam pas mbështetjen e familjes. Do thot familjes ngushtë dhe familjes gjerë, pastaj kam pas edhe mbështetjen e bashkëvendasëve të mi, dhe Baksi është një fshat i cili shquhet për vlera, ka domethënë kuadër prej ma ndryshme, ka mjek, ka këngëtar, ka regjisor, ka diplomat, ka deputet, politikan, ndoshta është fshati vetëm që ka arrit që në një legislaturë t'i ketë 3 deputet nga i njëjti fshat, nga i njëjta parti. Nëse dikush thot që s'kemi pas për kraje, unë i tham që është e pavërtetë. Fshati Baks, këtë rast, është në bashkësinë lokale të Qerezit, që janë 6 fshatra gjithsej, dhe njihen si fshatrat të Rrez Qiqavicës, që nënkupton që janë fshatra bukur të thella rurale. Dhe duke jetu në periudha ndryshme, shpesher më ka ndodhur që të paragjykohemi si zonë dhe si trevë, pa na njoft, pa e ditë se ku i bjen saksi fshati, pa e ditë karakteristikat e atyre fshatrave, dhe pa e ditë krenarinë atyre fshatrave. Kështu që të rritesh afër Qiqavicës, domosdoshmërisht e ke atë ndjenjen e krenarisë edhe e ke atë ndjenjen e lartësisë në gjitha aspektet. Sa është e lidh Ganimetja me Skenderajin, me Baksin, sa shpesh shkojnë? Se e di që më përmendë që të kom lehun pa shkusët. Jam jashtëzakonisht shumë e lidhur, kam kontakte të vazhdueshme, kohën më të madhe kaloj atje, dhe ndihem mirë me mundësitë që kam që të shkoj, të jetoj me ta, pavarësisht që familja ime ngushtë nuk jeton aty, mirë po unë në çdo shtëpi e ndjej veten si në familje, thjesht në çdo derë që trokas ose në çdo kund ku hy, mikpritja është e jashtëzakonshme dhe ndjena si në shtëpinë time, kështu që mos më shku një ditë ose një javë, ndjena keq, u merr malli edhe më duket sikur kam humb shumë nga koha ime e çmuar, sepse kur shkoj atje, marr frymë ndryshe, duke pas parasysh se atje kam kalu femirin, duke pas parasysh ajrin e pastër që ka i vend, duke pas parasysh mirëkuptimin që kanë mes vete ata njerëz dhe respektin që kanë për njëri tjetrin. Unë kur shkoj atje mbushem energji, motivohem për jetën dhe shoh jetën nga një perspektivë krejt tjetër. Kështu që thjesht më bën mirë shpirtërisht sa që shkoj atje, prandaj mundohem që maksimumin e kohës ta kaloj. Ti e përmend edhe fëminin tonë, kështu që e ke përmend edhe në për intervistat e tjera, shkollimin e kështu me radhë, po çka më mend Ganimetja prej atëherë? Gjithçka më mend. Diçka që ndoshta kur ta përmend dikush fëminin se e përmend vet, të vjen një sen i parë ashtu në mend. Gjithçka më mend nga lojrat që kemi bërë me fëmijët e lagjës, rrugtimi jon nga shtëpia në shkollë, ka qenë jashtëzakonisht i vështirë në kushte të rënda, sepse sot fëmijët e kanë transportin e organizuar, fatmirësisht i kanë kushtet e mira deri te shkolla apo edhe në shkollë, ndërsa koha jon ose fëmiria jon ka qenë pak më e ashpër, pak më e padrejtë në kuptimin e fjalës,
sepse kemi kalu orë të tëra ndoshta në kam derisa kemi shku në shkollë në përbalt pa rrugë të asfaltume. Bile shpesh herë e kujtoj si ka qenë një lumë i fshatit, e kemi kalu atë lumë me plot rreziqe, nuk e di si kanë kalu gjitha ato gjenerata pa pas ndaj tragjedi asnjëherë, sepse ka pas shumë rreziqe kur ka pas rreshje për shembull, ka pas rrjedh lumit të vrullshme dhe kanë mujt fëmijët që kanë shku në shkollë prej klasës parë deri në katërtën pa problem me u mbyt në atë lumë. Fati i mirë që unë s'kam përjetu një diçka të tillë, as njerëz të cilët e kanë kaluar atë lumë se kanë përjetu një tragjedi të tillë, po sot kur e mendoj, kur i shoh rrjedhat e jetës si kanë evolu, shpesh e nalem edhe mendoj tham sa interesant është se si e kemi kalu atë lumë çdo ditë, 2 herë në ditë, një herë me shku në shkollë dhe një herë me u kthy pa pas ndonjë aksident ose ndonjë me shku më lart të fatkeqësisë. Kështu që ka pas vështirësi prej më ndryshme, po megjithatë ka qenë një kohë e mirë që e kujtoj me nostalgji. A ke ditë që kemi bu deputete? Jo. A ke ditë që kemi hi politikës? A ka qenë misioni jote ndonjëherë? Jo, nuk dëgjoj deri në vitin 1998, domethënë ëndrat tona kanë qenë krejt ndryshe. Mundësitë kanë qenë krejt ndryshe, por fati i madh dhe ndodhi mrekullia në vendin ton, mobilizimi i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe me ardhjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës u hapen horizontet dhe sot jemi të barabartë me botën, të paktën sot mundemi me ndru dhe mundemi me ndjek ato ëndra për t'i bërë realitet. Ndërsa deri në vitin 1998 ka qenë bota jonë shumë e vogël, dhe kur tham ka qenë bota jonë shumë e vogël, kjo nuk e nënkupton vetëm zonën e Drenicës, por e nënkupton komplet Kosovën, kemi qenë në okupim, gjë që ndoshta për gjeneratat e reja sot kjo është e pakuptueshme kur e ndëgjojnë, por të ndrosh nga një fshat i thellë, siç e thash, që të arrish gjitha nivelet e mundshme të zhvillimit, ka qenë pak misioni i pamundur. Mirë po, asnjëherë nuk jemi ndalë, asnjëherë nuk jemi zhgënyer,